unë po sa me një dora, kujtu të kështu të rekari, thesh. Kujtu të kështu të thesh. Edhe unë po sa me një dora, kujtu të kështu të rekari, thesh. Kujtu të kështu të thesh. Veu misionin e tij, unë kam sjell një hall. Qoftë Zotit e Perëndis. Pra, gra, kudo që jeni, ju du fort, dashurojni burrat e juj, shërbejni, po kur mos u identifikoni me to. Janë si pasazhe që sa më tepër të dush t'ju largohesh, mos identifikohesh, ato aty do rrinë, aty, sepse një burr nuk do dashuri, ai do punë, do t'i shkaktoni punë, dhe punë është që ai kur mos ta di atë që dini ju, që ju nuk identifikoheni me to. Sa të merr shumë tjetë për të personin e kësaj që ka jashtë ke situata që po i ndodh momentalisht, shumë turp për brenda. Është ti zonë në Lukër, kanë zonë Lukër kanë siklet. As të më, por në këtë rast po flasim për jashtë. Atëherë, unë me vazhdu me sa ka të vedin të di që, okej, ose gradualisht, e kam shumë matë vështirë, dhe më thanë, me u afru me një vajzë në këtë rast, si që është Vanessa që ka dikam jashtë. Nuk ka zgjallje që unë duhet bëj. Shumë e turpshme kjo, bre, që po ndodh. Ti s'po ngop nusën, s'po ngop grun, s'po ngop. Mos flas më tepër. Ta qin grun, sytat të lidhën dy me litar, o pilla rrapsh, ta qin motrë. Beqar do m'keti edhe për disa kohë. Në sensin që unë e du veçanërisht fort. Ore, qa po ndodh me këto të dy ore, se na bitën fare tani. Ka hapur azi. Kena tu mundu me përjetu këtë gja në sa ma naturalet mundshme, për tej, si mund të thëmë, problemeve ose ngarkesave, ma shumë se problemeve. God, please make me better. I wish I wasn't the way I am. If I told you once. Sharëp. O ty të qifsha miun e shpis. Me gjithë shtetin që t'ka përlluat qifsha rëp qëpate. Qëpate më të qifsha motrëm.